Çfarë ndodhi me të vërtet me të dhe si arriti të ribashkohet me familjen e saj. Këtë do ta kuptojmë përmes intervistës së këtij bloku ku do të flasim me kolegun ton zotri Tiran Alili. Zotri Alili, është kënaqësi t'ju kemi në Kosova Today. Faleminderit shumë. Në fakt, intervista është shumë pritur tashmë u dha, sepse u tha gjithçka, u tha për parashivi Simakun, ajo ka deklaruar madje edhe për faktin se pse zgjodhi, apo a ishte thjesht si pasojë e jetës së vështirë, fakti që ajo ishte pastri, apo ishte një zgjedhje e saj. Cilat ishin përgjigjet, Ron? Dhe Eltonin për punën që bëri, por ajo që mua më ra në sy, dua ta them hapurazi, parashevia preferoi të vinë në formën e një ëngjullit pranë nesh. Unë prisja që parashevia të flet, prisja që parashevia të ngrej zërin, por parashevia nuk foli. Parashevia na tregoi shumë pak, parashevia tregoi vetëm anën e mirë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tregoi anën e mirë kolektive, nuk e tregoi atë xhelozin që u përfol, nuk e tregoi atë smirën, nuk e tregoi atë mllefin, atë urrëtitjen e madhe që në fakt e drejtuan drejt asaj rruge, por thjesht me çfarë parandaloj që të mos i flas ato gjëra, sepse realisht ato janë pjesa që na intereson ne. Në fakt edhe mua kjo gjë më interesonte, po mendoj që parashevia i ka vënë një mbyllje kapitullit të vështirë të jetës së saj, ndoshta është edhe fakti i djalit, sepse një diçka më tërhoqi vëmendjen ku parashevia tha që nuk më merrte malli për djalin. Do me thënë, nuk ka një nën që nuk e merr malli për djalin. Dhe ndalemi në këtë pikë, sepse kishte shumë aludime që parashevi Simaku mund të ketë qenë edhe ndonjë përdoruese e lëndëve narkotike. Dhe në qoftë se nuk i merrte malli për djalin e saj, kjo na bën të aludojmë se gjendja e saj psikologjike mase në ato ku nuk ka qenë më e mira. Por realisht cila është e vërteta, Tiran? Nuk e besoj që ka përdoruese e lëndëve. Këtë faktë nuk kam patur aq kontakt dhe kam kontakt me zonjën Parashevi. Ajo ka një mendje shumë të hapur, ka një zyrtarësi shumë të bukur, por thjesht me thënë është një grua që dimensioni i saj është shumë i gjerë se sa nga artiste që ne jemi mësuar të shohim nëpër vendet tona. Do të thënë është një artiste që kalon përtej Hollywoodit me dimensionin e mendimeve të saj. Thjesht mendoj që ndikimi i saj që ka patur mes artit dhe botës dhe dëshira për në Hollywood e ka larguar nga rrethi i saj familjar. Sepse ajo tha, Tirana ajo tha që nuk ka qenë përdoruese drogës. Jo, në asnjë mënyrë duke që nuk ka qenë përdoruese. Tani ne mund të shpifim çfarë të duam, por ajo duke që nuk ka qenë përdoruese drogës dhe asnjë lëndë tjetër narkotike. Por ndërkohë më fal, kërkoj ndjes Tiran, Eltoni kishte deklaruar se do të vi dita dhe do të flasim se kush i ka bërë keq. Pra pyetja e njëjtë, kush i bëri keq? Kjo është e gjithë ajo që unë doja ta them. Do me thënë në Instagram, ditë më parë Eltoni tha ne do të flasim. Ne do të flasim dhe të gjithë do të dalin para përgjegjësisë. Por unë mendoj që parashevia fjalën e saj do ta lërë në Shqipëri. Parashevia e premtoi që do të vinë në Shqipëri së shpejti, do të jetë prezente në vendin e saj dhe ndoshta në Shqipëri do të flet. Ose është edhe kjo pjesa tjetër që ne tani do ta mendsojmë, kuptohet që parashevia nuk dëshiron të krijon një imazh të keq te djali i saj, apo thjesht që Lukat mos ketë informacion se çfarë ka ndodhur me nënën e tij dhe ka përzgjedhur që të tregojë vetëm anën e mirë dhe pozitive të saj. Por që parashevia, do me thënë, ka qenë kaq rahat në jetë dhe që zgjedhjet i ka bërë vetëm, unë nuk e besoj në asnjë mënyrë, por thjesht parashevia preferoi të dele këtij. Unë i besoj Eltonit, Eltoni e tha shumë bukur dhe në intervistën që parashevia ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për përkrahje, do me thënë, nuk është akoma në gjendjen e saj më të mirën të mundshme, por besoj që me kalimin e kohës, me afrimitetin që do të merr nga njerëzit, me dashurinë që do të merr nga njerëzit, ndoshta do të dalin edhe emrat e atyre që i kanë bërë keq parashevis, apo ndoshta thjesht parashevia do ta mbajë me një kapitull të mbyllur të jetës së saj, dëshiron të nxjerr vetëm të mirën që po kalon në këtë përditshmëri tashmë si një rikthim nga toka në qiell.
Dhe Tiranë po mbesim atje në qiell, tek rikthimi i parashëvis. Realisht na trego pak për qiellin e parashëvis Simakut. Në pika të shkurta, mbase shumë nga ata që na ndjekin nuk e kanë parë intervistën e saj së fundit. Ku jeton sot parashëvis Simaku? Kush përkujdeset për te dhe financat e saj dhe cilat janë planet e saj në të ardhmen e shkurt apo të afërt? Parashëvis Simaku jeton në një apartament, do me thënë është ndar nga Eltoni, një periudhë ka jetuar me Eltonin, në ditët kur Eltoni e ka gjetur, është kujdesur pa fund për parashëvin, do me thënë e ka lidhur me botën. Parashëvia ka qenë e lidhur shumë me jetën e vre, do me thënë mbas martesës që ka bërë shkëputur nga jeta me bashkëshortin, nga jeta shqiptare dhe ka qenë e lidhur non-stop me këtë jetën e vre. Do me thënë ka mësuar rritet e tyre, ka qenë shumë aktive në rritet e tyre dhe nuk ka pasur punë me pjesën shqiptare dhe këtu është bërë ky keqkuptimi i nderuar. Pastaj Eltoni e ka marrë së bashku me Elvirën, Eltoni është kujdesur pa fund, Eltoni vazhdon kujdeset edhe sot, edhe pse parashëvis do me thënë ju dha një banesë me qira, në të cilën është parashëvia e pozicionuar, aty ku jeton, do me thënë janë shumë afër Eltonit me vend banim, por personi që kujdeset për financat, për ushqimet, për gjithë shka tjetër, do me thënë është Eltoni Liriani që deri më tani e mban. Parashëvia ka projekte, kanalin e saj që është hapur në YouTube do të postohen edhe këngë të tjera dhe videoklipe të tjera, por Eltoni do me thënë prej që ta sjellë në mënyrën më glamuroze. Dhe Tiranë kërkojnë ndjesë se fajëm të dy në të njëjtën kohë, për shkak të efektit kohë, kjo është edhe tëra asaj përket parashëvis Simaku, të në shpresoj Tiranë se do ta kemi rastin, t'ju kemi në studio dhe t'i diskutojmë gjëre gjatë bashkë. Me kënaqësi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë Tiranit për këtë lidhje të drejtë për drejtë, ndërkohë ne këtu po japim